Për këtë si fyr, kam sjell recetën e bukëve të mbushura, cilat përgatiten shumë shpejt, janë të shijshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtij sifiri shumë të shijshëm. Për këtë sifir kam zgjedhur që të përgatis bukë të mbushura. Në një enë shtoj 350 ml me ujë të vakët. Shtoj një lugë gjelle me sheqer, 2 lugë gjelle me moja buke pluhur, apo nëse përdorni të freskët do përdorni një katror 40 gramësh. Tash e përzin vetëm pak, kështu të aktivizohet moja e bukës. Moja e bukës ka filluar që të aktivizohet, tash ja shtojna 3 lugë gjelle me vaj ulliri, i bën më të buta. Përsëri e përzi masën pak dhe në fund ja shtojna mielin. Gjithsej për këto masa na duhen 350 gram miell dhe një lugë të mesme me krem. Tash masën e përzi mirë në robotin elektrik. Sepse aq më gjatë sa të punohet brumi, aq më të mira do dalin bukë. Nëse nuk keni robot elektrik, do e punoni me dorë dikon rreth 10 minuta. Tash e përzina masën mirë. Kam punu brumin mirë, nëse ka nevojë shtoni miell, derisa t'ju bëhet një brum në këtë trashësi, sepse asnjëherë nuk dihen fikse për shkak të markës miellit. Tash ja hellna pak vaj sipër brumit dhe kështu e tundim enën që të përhapet vaji. Enën e mbuloj kështu me një foli najloni. Dhe brumin e lajmë në ambient groddhume që masa e brumit dyfishohet për 90 minuta. Brumi ka pushu mjaftueshëm, ja largojmë folinë e najlonit, marrim pak vaj dhe hedhim tavolinë punës, e përhapim kështu vajin dhe e kaloj brumin. Është bërë një brum shumë i mirë. Është bërë këtë fije. Tash brumin e punojmë pak kështu dhe ndoj në 4 pjesë të barabarta. Tavolinën e lini mirë me vaj. Unduhem se cilës pjesë të jap masinë e një. Tash se cilës pjesë ja formën e një kulaçi. Është një brum i butë, pak me vështirësi punohet, mirë po do ja dilni. Nëse e lini tavolinën me vaj, përsëri dhe një herë tjetër do e keni shumë lehtë. Kam punuar kuleçët, tash marr kulaçin e parë, tavolinën përsëri e kam lyer me vaj dhe e hapi pak me anë shkopit. E jap një masi dikon rreth 20 cm. Pak me duar, pak me anë shkopit bëj hapjen. E të mundohen që t'ja jap trashësinë e njëjtë nga gjithë anët. Besoj se shumë mirë. Tash ja kthej
bukës rrethin. Kështu. 2 herë ja kthejmë rrethin. Kjo është hera e parë. Që kur t'ja bëjmë mbushjen, mos del jashtë mbushje. Tash përsëri dhe një herë tjetër ja kthejmë rrethin. Pasi ja kam kthy 2 herë rrethin bukës, tash kështu direkt e vendosim në tepsi. Bukën e kam vendosur në tepsin kam shtru letër për pjekje, do e keni më lehtë që ta largoni nga tepsinja. Mënyrën e njëjtë veproj dhe me bukë tjera. Kështu duke i hap me anë të shkopit, me anë të duarve dhe duke ja kthy rrethin. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje me të gjitha. Gjithë bukët i kam vendosur në tepsi, tash marr një piron dhe nga rradhë që e kemi kthy, bëj kështu me prerjet e pironit që t'i bëhet rrethi dhe më mirë. Dhe të gjitha anët kështu në këtë mënyrë veproj me gjithë bukët. Pasi gjithë bukët i kam bërë me piron, marr një të verë të vezës ku kam hedhë 2 lugë gjelle me vaj, e përzi kështu. Dhe filloj që t'i li rradhët e bukëve. Mirë po i li shumë lehtë, mos t'ju dëmtoj formën. Mënyrën e njëjtë veproj me gjithë bukët. Pasi kam lyer me të verdhën e vezës, marr 100 gram me gjallë butë, unë jam duke përdorur gjallë Faber-Cek dhe shtoj tek mesi së cilës. Kështu nga një lugë të mesme është mjaftueshëm. Përhapi pak, shumë lehtë. Tash i vendosi suxhuk, kam suxhuk shtëpie, prerë kështu në fejta. Nga 4 copë është mjaftueshëm te secila bukë. Sipër suxhukut hedhi kashkavall i shtoni sipas dëshirës, mirë po kashkavalli patjetër duhet jetë kashkavall qumshti, sepse për ndryshe nuk do dalin të mira, nuk do shkrinhet kashkavalli. Kashkavallin ja shtoni sipas qefit, më shumë, më pak, varet se sa e pëlqeni. Unë do ja shtoj kështu rreth 150 gram. Dhe bukët janë gati për pjekje, kam nxjerrë furrën në 220 gradë në temperaturë do i pjeki për 20 minuta. I kam largu nga furra, bukët janë pjekur, pothuajse mjaftueshëm, sipër secilës hedhi kështu nga një vezë të plotë. Munduhem që në mes t'ja hedhi. Si përshtoj pak krip mbi secilën vezë dhe përsëri i fus në furrë që të pjeken për 5 minuta në të njëjtën temperaturë. I kam largu nga furra, tash i mbuloj me një pecejt kuzhine. I lëm që të ftohen dhe janë gati për konsumim. Dhe syfyri është gati. E kam shoqëru me domate, tranguj, ulli gjatë, kashkavall dhe çaj. Besoj si u ka pëlqyer motrat dashura, mënyra se si përgatis bukë të mbushura. Gjithë ju që përgatisni për syfyr në këtë mënyrë ju bëft mirë.
Ju falimderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia. Ta ndoj një në mes dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Një agjerim të lehtë, mi mbet që nga sofra shqiptare, gjerë në recetën e radhës.